0.5 emision ku mund të ndihni informacione të ndryshme në televizionin Festina. Çdo të shtunë në 20:20 na keni në emisionin 05. Mund të na ndihni edhe në YouTube dhe në Facebook. Pit Power, të ndro gjendjen, të ndro mendjen. Mbrëma miq të dashur, po takohemi edhe këtë të shtunë së bashku në emisionin 05 dhe me televizionin Festina. Uroj që jeni të kaluar një vikend të bukur me ne. Përshëndetje edhe nga unë dhe ndryshe prej shtunave tjera, miq dashur, tashmë këtë javë do kemi edhe informacione nga showbizi ndërkombëtar. Po pra, emisionin duhet patjetër ta fillojmë me sponsorët tonë, të cilët gjithmonë janë një përkrahje shumë e veçantë për ne dhe një mbështetje shumë e fortë padyshim për emisionin 05, është shtëpia Pit Power si dhe butiku Ava që përkujdeset për veshjen e Exonit. Informacioni i parë që kemi përgatitur për këtë javë është nga showbizi vendor dhe e filloj me Skivin. Skivi rikthehet me kriminele. Raperi Skivi këtë javë ka publikuar projektin e tij më të ri muzikor në bashkëpunim me 2 reper tjerë, me reperin Doksi dhe Lil Ben. Ky projekt është i shoqëruar edhe me videoklip dhe po ecën mjaft mirë edhe pse janë detet e para të publikimit. Vlen ceket se në tekst dhe në vijën melodike kanë punuar të 3 artistët. Në vazhdim ndjekin kriminele nga Skivi, Doksi dhe Lil Ben. Femna jam e kriminele, u po për tranga. Kur vjen ajo të shtëpia, i knohet konga. Të natën in këshia, kallashe bomba. Ndërsa tani kalojmë tek një informacion tjetër nga showbizi vendor, bëhet fjalë për këngëtaren Remzi Osmani, e cila ka bërë një këngë kushtuar grave që kanë humbur bashkëshortet e tyre në luftë. Në marsin historik, Remzi Osmani ka publikuar pra këngën, titulli i këngës është Gruaja e Dëshmorit dhe vjen pra si dedikim për të gjitha gratë që kanë humbur të dashurit e tyre gjatë luftës. Ta dëgjojmë pak. Lotinanës kur pikon, po ujtë lullet dhe vorit, pranë gurit e plotë ma. Castro publikon Albana. Pas suksesit madh që kishte me këngën Hije të Enjët Mbrëma, Castro ka publikuar edhe projektin e tij më të ri muzikor me titullin Albana. Ky projekt është i shoqëruar edhe me videoklip. Vlen ceket se Castro nuk njihet thuajse as pak për bashkëpunime, edhe në këtë projekt Castro erdhi si solo artist. Son ma pagun të tavolinën, unë shumë shtrejte, kom familjen, dhe të kejt botën, si t'ma shef tyren. Miq dashur, tani kalojmë me informacione nga showbizi vendor. Është këngëtarja me famë botërore Selena Gomez, ajo e cila po mendon të tërhiqet tërësisht nga muzika. Ajo së fundi është bërë ndoshta më komentuara në Twitter, pasi ka bërë një intervistë për revistën Vogue ku ka zbuluar se po mendon të tërhiqet kryesisht nga muzika, ndoshta jo vetëm për një kohë të shkurtër, por më gjatë. Pasi sipas saj, këngët e saj, ato cilët ajo ka menduar që janë ndoshta edhe më të arritshme, nuk po pëlqejnë nga publiku dhe se ajo ka bërë një punë shumë të madhe. Ndërsa nga ky largim ajo dim së fundi se ka qenë edhe sëmur nga shëndeti mendor dhe ka pasur probleme edhe me lidhje të saj të shumta, mirë po si duket ky lajm ka dëshpëruar shumë fansat e saj. Po, lajm as pak i mirë nga Selena për adhuruesit e saj. Florian Beqiri së fundmi ka planuar një dhuratë nga YouTube. Florian Beqiri, këngëtari i mirë njohur, së fundmi ka publikuar një fotografi në rrjetin social Instagram, teksa shihet me një pllak të dhuruar nga kanali YouTube, pasi që ka arritur 100.000 abonenë në kanalin e tij zyrtar. Floriani shihet mjaft i kënaqur në atë foto dhe shpreh falënderim për YouTube-ën realisht dhe në vazhdim e ndjekum një sekuencë të shkurtër nga projekti i fundit i Florianit. Abon, një snap ti me ma qu, ti pedin se qa po du, ti pedin qa du me po, aha. Ferro dhe Ginta Ismaili sapo kanë publikuar projektin e tyre më të ri. Dysha e lartësikur më në fund kanë publikuar projektin e tyre në bashkëpunim, i cili është paralajmëruar tash një kohë të gjatë realisht.
Ky projekt edhe pse është ende fillimi është pritur shumë nga publiku, madje po shpërndahet edhe nga kolegët dy artistëve në rrjetet sociale. Po besojmë që do ketë sukses të madh si gjithmonë projektet e dy artistëve dhe ndjekim një sekuencë të shkurtër në vazhdim. Ola, ola, gjem ora ora. Rolling 24 K po ngrihet dora. Travel up, jam high. Travel up gjithka. Miq të emisionin 05, ne vazhdojmë informacionet e tjera nga showbizi vendor dhe ndërkombëtar. Tani kemi këngëtaren e talentuar shqiptare e cila vepron dhe jeton në Amerikë, Enisa Nikaj, e cila dim se ka filluar karrierën me një këngë mjaft e cila ka është bërë hit, është Burn the Bridge. Kënga e cila është shkruar nga vetë kjo artiste, mirë po ajo së fundi ka publikuar edhe një këngë të re. Kënga e saj me një video shumë shkëlqyer, ku përfshin tradita ndoshta kosovare, nëse mund të them pak. Ke vrejtur vallëzimin e kësaj? Ndoshta ju më shkoj të shikoni edhe me detajet edhe më shumë. Do të thënë videoklipi përfshin shumë kulturë shqiptare brenda, mendoj. Po. E ndjekim në vazhdim. Apo ke diçka më shtu? Jo, kam them se kënga titullohet Count My Blessing dhe nga Instagrami saj ka treguar që ka arritur 2 milion klikime duke falendruar kështu fansat e saj dhe ka publikuar një video të shkurtër cilën e ka shputur nga videoklip. Bruno dhe Fifi së shpejti në bashkëpunim. Dy shalë artësikur kanë bashkuar forcat për një projekt të ri. Kjo këngë do rikthej Brunon pas një heshtje të gjatë në skenën muzikore dhe dyshja kanë vendosur që këtë rikthim ta bëjnë në prezantimin e këngës në edicionin që do nis me datën 21 mars të këtij viti në programin e Djela Shqiptare në televizionin Klan. Dhe përndryshe edicionet e kaluara janë bërë gjatë kohës së dimrit, kësaj here kemi një ndryshim. Do të xhirohen në pranverë, ndoshta do sjellin edhe këngë më ritmike, pasi është sina ndoshta edhe më nxehtë. Po, vlen se se nata gjysmë finale dhe finalja do mbahen me datën 26 dhe 27 majs. Vlen se gjysmë finalja do mbahet me datën 26 dhe 27 maj, ndërsa finalja do jetë me datën 29 maj. Tani është roada për këngëtarën tonë të dashur Rita Ora, e cila ka paralajmëruar se do të vijë me një mini album të albumit të saj Bang, por do të vijë në mënyrë akustike kësaj roade. Këngëtarja e cila ka albumin e saj me producentin Imbek, producent nga Kazakistani është kjo më duket. Ajo ka bërë të ditur për Daily Mail dhe ka publikuar imazhe ku ka treguar se ky album do të vijë edhe në versionin akustik. Për gjithë fansat e Ritës, mbesim të presim të çfarë do të këngëtarja shumë e dashur shqiptare dhe rëndinese. Padyshim do jetë diçka e bukur. Padyshim. Ta dëgjojmë. Heroi im është projekti i fundit i publikuar nga Skevdi dhe siç duket pas këtij projekti të publikuar më datën 4 janar për ditëlindjen e djalit të tij Heroit, Skevdi tashmë ka vendosur të publikojë një tjetër projekt, i cili do jetë i dyti për këtë vit dhe do jetë në bashkëpunim me një reper shumë të ri dhe të talentuar me reperin Dreni. Vlen cekët se Skevdi për këtë projekt ka bashkëpunuar me siç do herë me Valon Azirin dhe në studion e tij Redbox. Tani kalojmë tek një artist tjetër, është Kapital T, i cili ka filluar përgatitjet për një projekt dhe një këngë të re. Lajmin e ka bërë të ditur përmes një postimi të ndarë me ndjekësit e tij në Instagram, ku ka postuar një fotografi nga stadiumi Fadil Vokri dhe me një fanel ku mbrapa shënonte numri 10, kështu dhe me mbishkrim ka shkruar Diego së shpejti. Ka qenë përshkrimi i imazhet. Ky është projekti i radhës pas suksesit të madh që kishte me projektin Fjalët e Nënës, një projekt shumë pëlqyer nga gjithë adhuruesit e muzikës së Kapital T dhe jo vetëm adhuruesit, por edhe nga gjithë publiku. Padyshim se kjo ka qenë edhe projekt pjesë e albumit Skulptur nga ky artist, ndërsa tani do mbetëm ta shohim këngën e re e cila do vijë me një titull me një vërtet interesante kjo. Ndërsa tani ta dëgjojmë një Fjalët e Nënës nga Kapital T. Miq të emisionin 05 kemi edhe informacionin e fundit për këtë javë nga Shkenda Dubova, e cila ka paralajmëruar kthimin e saj në skenën muzikore. Pas një kohe të gjatë, ajo ka bërë të ditur këtë kthem pothuajse pas 4 vitesh. Fjala është pra për këngëtaren nga Xhilani, Shkendën, e cila përmes rrjeteve sociale ka njoftuar që do të kthehet sërish, kur ka bërë një postim dhe ka treguar që ky do të jetë një bashkëpunim në mes artistës Fifi dhe me producent nga Ferizaj, Bini Diezi, po rikthehemi ka shënuar me një foto të cilën e ka shpërndarë Shkenda.
ta shohim se çka do sjell ky projekt. Miq dashur, ishte kjo pjesa e informacioneve që kemi përgatitur nga showbizi vendor dhe ai ndërkombëtar, ndërsa tani është koha të dëgjojmë intervistën me këngëtaren simpatike Vjollca Selimi. Pit Power, ta ndron gjendjen, ta ndron mendjen. Miq dashur, jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe ashtu siç ju kemi paralajmëruar, kemi një mysafire të ftuar, është Vjollca Selimi. Vjollca, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit shumë që kjo ardhi në studio tonë. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Kam kënaqësinë sonte që jam në mesën e juaj, posaçërisht në intervistë me dy bukurosha muj me thonë. Të rinj, edhe në pas ka marrë malli me pak kështu udhëheqësa të emisioneve dy simpatike kaq mirë. Faleminderit. Vjollca, si kanë qenë këto ditë për ty, si ja ke kaluar me punën dhe diçka tjetër? Me të thënë të drejtën, këto ditë normal si ditët që jemi mësuar gati që një vit. Pandemi. Po, pandemi, po megjithatë mirë, po punojmë nga pak në arsim, kështu që rutinë. Sa ka qenë e vështirë kjo pjesë për ty, që nga fillimi ndoshta dhe deri më tani, ndonë se u mësuam pakës me këtë pjesë, sa ka qenë ndoshta e vështirë gjithë kjo kohë? Me thonë drejtën, fillim normal që e kemi përjetu krejt ashtu pak si ranë, po edhe po me kalimin e kohës jemi adaptuar dhe tashmë na duket pak si njëj, kështu që u hapën pak punët edhe jemi të mirë edhe me punë, kështu që s'po e vërejmë qatë shumë. Edhe ashtu shumë po. Është e pamundur që në secilin intervistë mos flasim për pandemin, por do të patjetër të flasim për këtë temë, pasi që është tema aktuale tash e një vetë, e na tregos sa ju kanë mungu dasmat, e njëjtën kohë që tregova edhe se jeni arsim, është koha kur tu kanë mbyll ndoshta dy profesionet, edhe arsimi edhe dasmat, sa ka qenë e vështirë kjo për juve? Është me të vërtetë e vështirë, se ku mësohesh me qenë shumë aktiv, edhe për njëherë me unalë dhe me thonë normal që e përjeton wow, çka është të ndodhë me mu e me gjithë botën. Po të e pas parasysh që u bo tër botën kjo punë edhe fillu me kalimin e kohës me u adaptu. Mirë po me thonë drejtën unë pse kemi qenë në shtëpi, kemi punu online me nxënësa, mirë po pjesa e dasmave, aktivitetet e muzikore më kanë mungu dhe janë të mungu tepër shumë. Se po mdo këtë tash pak është bëhe tepër, edhe për na mungojnë shumë. Padyshim. Vjollca i përmendën nxënësat edhe dasmat, e gjeni ekuilibër mes tyre dyave dhe të cila ndoshta të flen shpirti më shumë? Se di s'kisha mujt me ndo. Me ndo. Të dyjat. Nxënësat janë, e kanë atë kënaqësinë e vetë, dasmat, ahinxhet, edhe ato e kanë atë pjesën e vetë, që unë për veti kënaqem me të dyjat. Vitin që lam pas keni publikuar një bashkëpunim me këngëtarin Mahmut Ferrati, na flesni diçka rreth këtij projekti, pasi që nuk e dim që keni fol në intervista apo diçka për këtë projekt. Projektet me Mahmutin kam shumë, edhe këtë vit kemi bë 3 projekte bashk, edhe kemi përpunu një këngë vjetër, pikërisht që ka pas duhet Mahmuti dhe na ka dalë diçka e bukur, shumë interesante. Kemi edhe 2 bashkëpunime tjera, do me thonë edhe ato i kemi bërë për vitit, për festat e fund vitit, në gjirime, kështu që janë mirëprit tepër mirë, edhe mendoj që do të vazhdoj me pas bashkëpunime me Mahmutin, sepse gjejmë një, s'di, ashtu një bashkëpunim, një... Do shta është me letë bashkëpunosh... Po, është i letë për bashkëpunim, më me thonë, liresht edhe... Ashtu na u kam përshtatë edhe për na do njerëzit bashkë, pëse mos me bashkëpunu. Përveç këtij bashkëpunimi, keni bashkëpunime edhe me Taulant Bajraliun dhe artistë ndryshëm normalisht, por përveç me Mahmutin që cike se është e lehtë punosh, na trega është ndonjë artist tjetër që punon me shumë qejf me to? Për mu, kolegët e me dhe artistat nuk kisha mujt me i ndo, normal që... Me dikon është ma e lehtë me punu, por nuk i kisha ndo, kështu që kush do që më ofron bashkëpunim, jam e gatshme, kështu që nuk kisha bo nëjë fardalimi mes asnjënit. Po, ndoshta edhe me gjinin femrore,
Po, mund tjetë edhe ma e letë bashkëpunosh. Po, gjithsesi. I përmendin xhirimet e vitit të ri, sa është e vështirë Vjollca për ty të bësh xhirime gjata, gjitha e puna mbrapa skenës që bëhet, sepse ne e shohim vetëm një pjesë ndoshta më të bukur finalen. Ajo puna që bëhet mbrapa, sa është e vështirë. Ju mendoni që na kemi dalë aty për një me që ashtu të qesh, jemi po, të knaq, ama normal që është një procedurë gjatë, se ti kemi punu këngën, kemi inqizu, pastaj kemi përgadit me veshjen, është me të vërtet një lodhje dhe një stres, sidomos për femrat, që duhet kohë pak ma e gjatë me u përgadit dhe ki dëshirë me u do kësa ma mirë në ato gjirime. është procedurë e gjatë edhe të merë kohë, normal, por unë për vete e dyqysh knaqen, se kur ti kisha atë profesion edhe bën me qef, normal që edhe shion. Unë e shion. Dështë është pra pas skena. Po, pa dyshim, edhe e lodhja të qysh është knatësi. Vjollca, biseduam për bashkëpunimet, për nga të regon nga projektet e juaja solët, cilat janë shumë, ta cilin do e veçanit më shumë. Po mendon vetëm këti fund vitja, po përgjithsi? Gjithë përgjithsi, po. Valla se di. Kam shumë edhe këngë solo, po se di. Po besoj që është ndo një projekt që... S'pe di për momentin, do shta së më kujtot, po s'është në një që jam kone fokusun edhe kom dëgju vetëm ato së më ka knaqë. Kështu që, muj me thonë nështa, 3 projekte, 3 covera që i kom pas, ato i ndëgjoj nështa pak më shpesh, më vërtet. Do të thotë nuk është vetëm një projekt, po janë 3. Jo, janë 3 atë se që ashtot une qatë stele dushëm, edhe për atë arsymi me thonë është që kanë qenë 3 projektet e mija që për një me më pëlqenë edhe me dëgju, se kështu vetën fort s'ka merak me dëgju. Është para arsye, ndoshta e kia ndjesin që pret edhe më shumë nga vetja? Po, gjithmonë thamë, ndoshta e kisha bë kështu, ndoshta e kisha bë ashtu, po ndoshta ma mirë, se di. Cilet janë kritikuesit gjithmonë vrejtje vetës. Për paraqitjen tënde, qoftë skenike, qoftë edhe artistike, ata kritikues ndoshta që përpas familjes besoj. Kush është që i rrin Vjollcës mbrapa dhe gati gjithmonë për më bëu kaq mirë gjithmonë? Faleminderit. Unë kam përpos normal motrave, që gjithmonë edhe kam një shoqe fakt edhe ato e konsideroj si motër, Laurën, gjithmonë diskutuna për veshje apo ju pëlqen. Me marrë mendimet. Po, mendimet i marrë, se bashkëpunimin unë e kam që ndoshta që 10 vite, 12, më me thonë, prej kur kam fillu karrierën me Vlorën edhe Kaltrinën, sa i përket fustanave, bashkëpunimin e kam me ato dhe ato e din me njerë si të shkoj qka unë e du dhe qka më shkam, po. Kështu që në fustana nuk dishoj asnjëherë, edhe për zgjedhjen që ma bojnë ato për një me ndarmë shumë e knaqët. Mirë, por në ndërkuj plus edhe motrat apo është i bukur, apo bëj ka po, gjithmonë. Edhe ato, po shqyqër asnjëherë nuk më pas, kështu problemet e tilla po qoftë. Edhe për dukjen bashkëpunoj me salonin Elvira në Ferizaj edhe me një omësën shumë, me thonë, sidomos për xhirimet e vitit ri, po dhe kështu që asnjëherë nuk ka pas nevojë me thonë jo kështu pse më ke boja ashtu gjithmonë do na e kënaq. Mësuar edhe shijen. Po, padyshim. Kur ta mësojnë edhe shijen, do të thotë s'ki nevojë më me diskutu shumë se e din se çka unë du. Orta, ta lëm pak muzika nonash dhe të kalojmë te udhëtimet. Na trego Vjollca sa të mungojnë dhe sa i pëlqejnë udhëtimet realisht. Por dhe sot mungojmë, po bazohem në atë që ju bjen të udhëtoni goxha shpesh kur keni mbrëmje. Po, une jashtë do me thonë ka 3 vite që kam fillu me pas mramje dhe ashtu fillova për njëherë edhe shumë mirë këtë shku puna, po i fatkeqësisht në unal, po edhe me të vërtet të mungon ajo pjesa se edhe ajo është një lodhje dhe një stres kogja i madh, ama ta është çdo punë që e bën me knatësi edhe e shijon padyshim. Kështu që të mungon se edhe atje ku të shkojsh shqiptar kudo që jetojnë në Evropë, dhe thotë, presin qatë që mirë, qatë që ndjehesh kur të shkojsh, qatë që knaqesh me ta, sa që kur të kthesh, edhe pse e lodhë, sa mirë ka lupa, po e kom haru, ja vlen me shku. Pas e besoj që është e vështirë, sepse ju jeni edhe nën për fëmijët tuaj t'jeni largë ndoshta qoftë për koncerte ose ahingje të ndryshme, besoj që po. Po, normal, pjesa e familjes, dhe me thonë, sidomos e fëmijëve që ka nevojë për nonën, sidomos një kujdesje pak më të madhe, është e vështirë, sinqerisht, po tash çka me bë, ne tek e fundit, po, profesioni edhe punojmë edhe për ata. Kështu që për një të ardhme të mirë dhe për ata.
te i kalohen tani. Isha të lidhen të ka sa i përket jashtë mbrëmjeve, sa po keni kur keni edhe mbrëmje realisht të vizitoni atë qytet apo edhe të pushoni. Po plasi jashtë vendit Kosovës. Kur keni mbrëmje, po normalisht po besoj që shfrytëzoni edhe për me pushu ose me dojnë me vizitu vende. Valla me thonë drejtën, unë jo, me qenë se dhe po punoj edhe me qenë se fëmiti kam hala të vogël, kështu që nuk është që kam ba edhe shëtitje pas mbarimit të koncerteve, ndoshta kam shku për shembull në mëngjesot, nisit jam kthy prapë në mëngjes. Si kemi përfundu mbrëmjen, po jemi kthy. Po, edhe në arsin që punoj, kështu që nuk kam guxu me mungu ashtu shumë, sepse jo mos me bën me shetit. Me shfryzut me shetit. Vjosa, të doja të flasim edhe për albumet, ne dim publikime të shumta, ndoshta kohë të vështira, mirë, po sa mendon që ja vlen publikohet një album në këtë kohë cilën... Për kohën që jemi tani, nuk mendoj se di, ndoshta mendimi em është që nuk isha thonë që ja vlen shumë e ba albume që shkemi ba për para. Unë mami kisha preferun një këngë me një videoklip, me ba pak ma shpesh këngë të reja videoklip se sa një album. Për çfarë arsye ndoshta e thua këtë, sepse i dëgjojmë shumë artistët kohëve të fundit që thojnë edhe më është bërë me e vështirë, mirë po edhe nuk po ja vlen të bëhet një album. Po nuk është që kina i farë përfitimi ku me ditë se nëse lëshon ti një album me 8 këngë për një herë, problemi është se sa ka më të shita i album, se edhe çështja e YouTube stash do me thonë kush edhe drejta materiale po. Mundet me marrë në YouTube edhe me dëgjun veture se ku do qoftë, për para sa s'ka ekzistu YouTube, do thotë e kanë ble albumin ai që ka dash me dëgju edhe normal që dhe ti ke pas përfitime dhe je njoh ma shumë se është shit edhe ka ecë albumi. Tash e bën një album është edhe len. Po, veç nëse dëshiron ta durosh do shta falas. Po, falas, po, nuk e menoj tash është koha e albumeve për momentin, përderisa është YouTube se di. Është bërë me komerciale ndoshta, Exon. Po, kthehemi pak tek arsimi, flasim për shkollën pasi që e dim se vajza juaj po vijan në mësimin atë shkollë, a do të thotë kjo që po i ndjej kopat tuaj? Vajza është edhe në shkollë muzikës, po nuk e shoh që në tarme me ndonë e me studiu muzikën. Ka së një diçka krejt tjetër, për me këndu, ka tepër talent, muj me thonë lirish, për një me ka tepër talent, mirë po jo zhanrin që une e kam, do të të ajo synon, do shtonë tarme në diçka krejt tjetër. Kur thu se tarme synon diçka tjetër, a është ndoshta se në këtë shkollë kur ka hyrë është imponu për juve apo diçka? Jo asnjëherë. Apo ndoshta ka ndru e ka dashur ajo se përderisa unë jam mirë me muzikë edhe ajo është rrit në atë frymë, do të thotë edhe gjithmonë ka thonë kom e shku edhe në shkollë muzikës si fëmijë. Mirë po duke u rrit, do të thotë edhe shoh që nuk mendon fort me studiu muzikën. E sa e shën ndoshta edhe për vajzën tënde këtë pjesën e skenës dhe jetës artistike të vështirë, nëse vajza juaj do donte të bëjë këngëtare, ndoshta mendon që është një risk i madh? Duke u bazuar nga gjithë karriera juaj. Unë për vete ma spori meja imponu në asnjë mënyrë. Është profesion pak i mundimshëm, mirë po rrugën e ka qenë, sa ajo donë me hynë këtë rrugë, gjithmonë ka me pas për krajen tem, edhe ka me pas ajo mendoj shumë ma letë se sa unë që e kam pas. Sepse deri ku unë e kam arritë sot, për një me e kam pas ma vështirë, ju e dini nështë ta jene pak ma tri, po për para do të thotë në përgjirime, në për kur i ke pas fillimin e karrierës. Po dukemi. Apo, e nështë apo dukemi, nuk e di. Unë kur kam fillu karrierën për para në gjirime, ka qenë shumë e vështirë, do të thotë nëse nuk e pas pak e amër, e kom pak ma anashkalune. E për ndryshe, ajo tash nëse vazhdo me më marrë me këtë... E ka një krah e ka direkt, ajo ka me dalë direkt televizion, direkt se ka për projen tem. Dhe në edhe rrugë ndoshta janë më të hapura se që kanë qenë për ty në atë kohë, pa dyshim. Unë kam arrit pak ma me vështërsi, gjithmonë me forcat mia, normal që kam pas edhe njerëz që më kanë ndihmu, gjithmonë duke i falendru, ama i kemi pas më vështirë. Po, kjo ndoshta që muzika është bërë edhe me komerciale, se atëherë... Po ka mundësi, po tashti po kanë shumë shansë ma letë me dëpërtu këngëtarë të ri, rrjetet sociale po të bojnë shumë atë afërt me publikun, po të bojnë ma të popularizuar dhe s'po ki nevojë për kërkush me të ndihmu, se ndihmon pak vetëm vetë.
Vjollca folën për pandemin, projektet e kaluara dhe për udhëtimet, ndërsa tash po besoj që është koha të flasim pak për projektet e ardhshme, cilat do jenë për vitin 2021. Cilat janë planet? Pa, plane kemi shumë, si gjithmonë, po inshallah mund me i realizu krejt. Normal kam dërmen me bo, folën për albumin që tham jo, po, nuk mund me thonë ndoshta album komplet, po disa këngë i kam plan t'i realizoj, ndoshta edhe para sezonit. Do t'jenë bashkëpunime, apo? Jo, për momentin janë solo, po nuk i dije deri në fund. A do jenë projekte originale tuajat apo Do cover? të ketë kombinime, do të ketë edhe covera, po do të ketë edhe diçka të re. Po, faleminderit për këtë përgjigje, ndërsa tash është koha të kalojmë tek rubrika Tregoj të vërtetën, ku i ke disa pyetje dhe duhesh me të Edhe pse besoj që Vjollca deri tani të vërtetën ka treguar. Po, Tani të kalojmë tek kjo Jam pjesa. mundu gjithmonë në për intervista për një me thonë tamam të vërtetën, se që si tipi jam që kam qef Po Vjollca, pikërisht vërtetat. isha këtu dal. Të kam rejtë që në gjitha intervistat jeni shumë e thjeshtë dhe në përgjigje dhe nuk keni komplekse ndoshta. e thjesht dhe reale. E thjesht dhe reale, ndoshta dhe kjo është Faleminderit. arsyeja që qëndroni edhe ka gjatë në skenë. Pit Power, ta ndron gjendjen, ta ndron mendjen. Mund ta tërheqësh gjithsesi Gjithsej 8 pyetje. 8 pyetje. Tërheq? 8 pyetje, do me thonë në vetë kom e i tërgjeka. Po. E ndërkohë freskojmë me pion Pit Power, pse jo? Nga sponsori ynë, gëzuar. Gëzuar. Edhe uroj që të largohet pandemia dhe të kemi dasma për Vjollcën edhe projekte padyshim. Po, pse jo? Mirë, vazhdojmë tek pyetja e parë, e cila është Valon Bytyqi apo Taulan Beralio. dy artistë. Dy artist, Ke bashkëpunuar. po, që kam bashkëpunime me ta, që të dytë nuk muj me nda as njani, janë të dy talenta me të vërtet. Po këtu duhet me ndo. Tek kjo Jas rubrikë. muj me nda, më dje keq. Për mu janë të dytë artista me plot kuptimin e fjales. Kështu që se S'keni dytja se ndonjë- cili ma i mirë se tjetra. Doni me ma leju Unë i kam bërë pyetjet kështu, unë besoj që po. Në rregull. Mirë, kalojmë tek e dyta. Të kuptojmë është Nëse ke bashkëpunuar me është dy në një artistë. pyetje po. tjetër, përveç kësaj, tjerat nuk ta lejojmë. Nuk ta lejojmë, do të përgjigjesh. Po, okej. Nëse ka. ta Bën filloj. dhurata apo të bëjnë më shumë? Wow. Jam person që i du shumë dhuratat. Ma merr mendja që bëj shumë, po edhe pranoj shumë dhurata. Kështu Kjo ndoshta është arsye edhe që bën kam shumë mundësi, pasi edhe pranon. bëj, po edhe më bëjnë, valla me Bën thonë dhuratat drejtën. shtrejta, ka ndoshta Më barë sepse tash. ne njohim artistë të cilët shpenzojnë ndoshta shuma të ndryshme për dhurata Mesatare. Po mesatare. kam shumë të shtrejt. Si Mirë. duket do me vazhdu me atë si në fillim mos me ndo. Mos me ndo. Jo, bëj jo, edhe kjo bëj. është shumë, nëse Mirë. është e sinqert. Përgjigje Bëj, jo. sinqert. Është pyetja e tretë. Bashkëpunimi më i mirë i imi. Po tash nuk më me thonë që krit bashkëpunimet me veçu, se si cili është ma i mirë se tjetri, sinqerisht. Ndoshta e ke fjalën që janë të ndryshme nga pjesa. Si cili bashkëpunim jemi, do të thotë me qata këngëtar që i kam, si cili i ka ato bukurit e veta, atë jeshin e vetë, që s'më Mirë, po e ndonë ceke që jo. ma më të feruatin, ndoshta e ke pas bashkimin më të letë. Më të letë, po. Më Po të ma letë. atlete dhe normal, të e pas parasysh që Mamuti është moti në skene dhe s'ka dyshim që bashkëpunimi. Ka qenë ndoshta po. Po. Mirë, është kjo pyetja e katërt. Pyetja e katërt. Gili apo Teuta Selimi? Unë mendoj që të dyjat janë, ndoshta s'po di me thonë një zhanër, se di, jo veç, të dyjat e kanë ato veçoritë edhe bukuritë e veta, edhe në vokal, edhe në stil muzikor. Mirë, po cilën ndoshta e veçantë. Jo, nuk Më shumë. kisha mujt me i veçu, për mu janë që të dyjat mira, E stilet e tash të veta. gëzojnë. Nuk do na jep përgjigje se Në duke. përgjigje. Po përgjigja është kjo, nuk kam ndaj përgjigje tjetër. Si ka Përgjigja kjo raportet por me rubrika është që do të me ndo. Desha Zdi, si kisha nda, valla me desha thonë të drejtën pyes se Vjollca, si ke raportet me kolegët e gjinisë femrore? Shumë Sa mirë. janë jeni përkrahëse ndoshta me zvete?
Shumë. Kom pas rastin sidomos me të utën, nuk ka rastis ashtu shumë me u taku, me Gilin po, është tepër përkrase e madhe edhe tepër është e afër, tepër e mirë. A është në plan do një bashkëpunim me Gilin apo diçka? Për momentin jo, po tarmës nuk i dihet. Tarmës nuk i dihet. Mirë, kalojmë tek Kujt pyetja do tjetër. i kërkoje falje? Deri tani se di që kam bënë far gabimin i kërku dikujt falje. Falje nështë në të ardhmen i kisha kërku fëmijëve të mi që nuk kam mujt mja kushtu shumë kohën aty kohën. Ndoshta ke falja më e sinqertë. Po. Nga Aty një në po, për ndryshe s'kam bënë far gabimin i kërku dikujt falje hala. Inshallah. Kemi 3 pyetje apo? Jemi njerëz që gabojnë, nuk i dihet, po gabimet rënda asnjëherë. Diçka për të cilin jeni penduar. Nuk e di. Ka diçka nga e kaluara Jo. për cilën je penduar ndoshta që e ke bërë apo që e ke thënë? Jo, vëlla me thënë drejtën jo. S'kam bënë diçka që jam penduar. Ndoshta kjo përpos ka lëshku më shumë me fëmijët tuaj. Po, kjo normal, thash edhe cika dhe ma herët, duke pas parasysh që ndoshta tarmë një kisha kërku falje fëmijëve vetëm që nuk kam mujt me qenë shumë afër sa aq ata kanë nevojë. Po. Mirë, është edhe pyetja e fundit tek zona apo jo? Unë si numërova, E para fundit. Okej. Të don apo e don më shumë? Nuk e di, ndoshta e du, po edhe besoj që më don. Se përderisa Reciproke mund të themi. tashmë është ashtu reciproke, kështu që edhe don, edhe e don. Edhe një ndokut, a? Po, është e fundit kjo? Hajde ndoshta një pyetje. Ujë apo verë? Ujë ma shumë. Do thonë nuk je nga pijet alkoolike. Verën e du shumë, edhe pisa që daj, po jo është Ndoshta me tepu me konsumimin e saj. Ama kur dal gjithmonë pi verë. Po. Mirë, verë të kuqa apo të bardhë? Të dyjat. Nuk e kem të pyetje, po po e bëj Jo, vetë. të dyjat i du. Mirë shumë, Jolca, faleminderit shumë për këto përgjigje sinqerta. Aty nuk na ndojtë artistët mirë, po do marrim ndoshta një përgjigje më pas skenës. Nuk e besoj, se dhe para kamerave dhe mas kamerave Po, njëta jetë fjallë të bashkëpunuar dhe është e njëjtë. Po, normal. Vjolca pas këtyre përgjigjeve kishin pasë dëshirë pak me të patu dhe gjuh live në emisionin 05 për gjithë shikuesit tanë. Në strofë shmurë të cilën na ekte pa na konduar një tekst, një pjesë. Okej, për kam bëja atëherë, pasi që jemi veç në qytetin tonë dhe kam bashkëpunimin me këngëtarin e qytetit tonë Valoni, por kam nëse dhe di që ju pëlqen Të gjithve, po. gjithve. Pasi bashk nuk mund të jem, s'do takime ma të kem, s'do me pas një natë ma shumë, që kujtimet m'lan pa gjumë, jo pse s'do ma me taku, me taku, po pse ndarjen pas takimit, s'munde me duru. Mali sa m'ka marr, nuk ka bota uja zjar. As një herë qka ndje në zemër, nuk thuhet me fjall. As nuk thuhet, as nuk shkruhet, as nuk digjet, as nuk shuhet. Du me ardh, e di që s'duhet, kjo s'është jetë, por se di si quhet. Shumë faleminderit edhe juve. Vërtet me një zë shumë të veçantë, përgëzoj definitivisht shumë bukur. Shumë faleminderit. Me që atëherë, Hekzon? Vjolca ishe një të pyetjet tona që kemi përgatitur për këtë emision. Faleminderit shumë që pranove ftesën, ishte e kënaqësi për ne. Shumë faleminderit, kënaqësi e një. Faleminderit e të presim edhe projektet e radhës. Faleminderit me kënaqësi. Miq dashur, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. E deri të shtunën e ardhshme, miru takofshim. Pit Power, ta ndron gjendjen, ta ndron mendjen.